Jam prap në pallatin e brigadave në Tiranë, pjesa e tretë, në fakt jam pjesa e katërt, në fakt, po jam prap në katin e dytë. Kjo është zyra private e mbretit, para se të shkosh në dhomën e tij dëgjumit që ju a tregova në pjesën paraprake, janë dy zyra në fakt, ku ti mund djesh disa gjëra të rralla. E para janë mobiljet e famshme me stilin e rombeve, që janë fantastike, janë të gjitha mobiljet origjinale të asaj kohe. Këtu madje është edhe një pjesë më private, sërish e mbretit shqipe, e gjitha e veshur me buazëri, komplet e veshur me buazëri, sot shërben si depo, janë karriget me shenjën mbretërore, të shqiponjën me dy koka dhe stemën e Savojës, janë globet e famshëm të asaj kohe. Globi, po të shosh, është me hartën e vitit 1940, do më thënë Europa është dhe Afrika është akoma koloniale, tavolina e punës e mbretit, dhe këtu do t'ju tregoj misterin më të madh të pallatit të brigadave, në fakt të pallatit mbretëror. Është shumë interesant, kjo është pjesa dytë e mbretit, më pas do shkojmë të apartamentet e Jakomonit, por këtu do t'ju tregoj realisht një mister. E shihni këtë derë? Janë disa dyer. Kjo derë të çon në dhomën e mbretit, edhe ajo derë të çon në dhomën e mbretit, kurse kjo derë të çon në kasafortën mbretërore, e cila ishte brenda kësaj dhome të vogël, që ka edhe ndryshim, po ndryshimi nuk është. Kjo kasafort është e mbyllur që prej thuajse 80 vjetësh. Që prej vitit 1944, çelësi i saj nuk është gjetur kurrë, kasaforta nuk është hapur kurrë, askush nuk e di se çfarë ka brenda saj. Është prodhuar nga një kompani italiane, Confronti dhe nuk e di, Verona, dhe është praktikisht një kasafort që nuk e di askush çfarë ka brenda. U fol me kompaninë që është ende në këmbë në Itali që të vinin, ata kërkuan që kasaforta të shkulej prej këtu dhe të shkonte që ata ta hapnin. Nuk dihet nëse mund të ketë brenda gjëra me vlerë, mund të ketë monedha të kohës, mund të ketë harta, letra, ose mund të jetë dhe krejtësisht bosh. Që kur mbreti e mbylli, nuk është hapur më kurrë. Dhe është misteri më i madh i pallatit të brigadave ose pallatit mbretëror që qëndron brapa kësaj perde ku vështirë se dikush do të dalloj. Tani do të shkojmë në pjesën tjetër. Pak më parë ju tregova për pallatin për apartamentin mbretëror, apartamentin e mbretit dhe mbretreshës që shkon në këtë drejtim. Por tani do të tregoj apartamentin e Jakomonit. Jakomoni ishte Francesco Jacomoni, ishte ish ambasadori italisë fashiste në Tiranë, ai u shpall më këmbës i mbretit në momentin që Viktor Emanueli III mori kurorën e Skënderbeut dhe u shpall mbret i Italisë, Shqipërisë dhe perandor i Etiopisë. Kjo është hyrja e mëkëmësit. Në atë kohë pallati u konceptua në një mënyrë tillë që mëkëmësit kishte një pjesë më vete, ndërsa apartamentet mbretërore ishin në anën tjetër. Kjo është dhoma e ngrënies e Jakomonit, është shumë interesante. Jakomoni ka një apartament më modest. Tavolina origjinale është vetëm kjo rrumbullakta këtu. Vetëm kjo këtu. Pjesa tjetër, këto të dyja janë shtuar në vitet e komunizmit për ta bërë tavolinë mbledhje, sepse shpeshherë Enver Hoxha zhvillonte mbledhje këtu. Në këtë tavolinë është zhvilluar dhe mbledhja sekrete e byros politike të vitit 1981, një ditë përpara vetvrasjes së Mehmet Sheut, e gjithë byroja politike ishte ulur në këtë tavolinë me përjashtim të Mehmet Sheut që mungonte. Kjo është pjesa e kuzhinës që shërbente në atë kohë, pra po ta vini re, është pjesa e kuzhinës që shërbente për dhomën e ngrënies, më pas ka ndryshime. Kjo është pjesa tjetër ku po ashtu shërbej ushqimi, pra gatuaj ushqimi. Edhe telefoni është antik, është një, kur e shef duket i çuditshëm, një telefon Siemens i kohës. Edhe paneli elektrik është thuajse i asaj kohe, ndërkohë që po shkojmë drejt apartamentit, pjesës tjetër të apartamentit të Jakomonit, ecim në këtë drejtim, pra edhe këtu është me pllaka, jemi në dhomën e ngrënies ku hymë që në fillim, ku gjithçka është e dizenjuar ndryshe. Edhe takëmi i ngrënies, pra pjatat, lugët, pirujnë të Jakomonit ishin të ndryshme nga ato të mbretit, nuk ishin të shënjuara me kurorën. Dyert ruanin të njëjtin motiv, me shqiponjën me dy krerë dhe me një rimeso
spektakolare, e gjitha bronz, shife se si është. Kjo ishte dhoma e ndenjes private e Jakomonit. Është shumë e bukur, jo e bukur, por shumë e bukur. Është ndoshta nga dhomat e ndenjes më të bukura që ka pallati mbretëror. Me një tavolin shahu me 3 karrige, këtu vendoseshin gurët e shahut, pra të vendosur në një kënd, shiheni, me 2 kristaliera të vendosura, një atje dhe një këtu. Mjetet pajisjet brenda janë krejtësisht jo origjinale të kohës, po janë vendosur në vitet e komunizmit dhe janë dhurat kryesisht nga vendet komuniste të kohës. Kjo është pjesa e parë e ndenjes, ku rrinte familja e Jakomonit. Shiheni, ishte një ambient ndenje, ky ishte ambienti privat, rezidenca. Zyra e Jakomonit ishte në katin e parë, ajo që ju tregova në pjesën numër 2 të këtij emisioni. Kjo është pjesa e dytë e ndenjes, i gjithë motivi me rombe, që është karakteristik për arkitekturën, shiheni çfarë mrekullie, për arkitekturën racionaliste të kohës, është gjithë pjesa e dytë e ndenjes, pra pjesa që uleshtu, dhe ky është për mua oxhaku më i bukur i pallatit mbretëror, në gjykimin tim. I gjithi me një mermer të rrallë jeshil, i cili vinte nga India, mermer i rrallë indian, është për mua oxhaku më i bukur, edhe si vendosje dhe si punim, me një pasqyrë të jashtëzakonshme prej bronzi sipër, me pamjen ballore nga hyrja e pallatit të brigadave, me të gjithë çelësat dhe prizat origjinale, shiheni, me sistemin me 2 dritare, pra dritarja e parë, që është kjo, dritarja e dytë, që është ajo tjetra, për të shmangur të ftohtin dhe vapën, dhe në pas grila e famshme. Po t'ulesh poshtë është hyrja qendrore e pallatit të mbretëror, ndërkohë që në këtë drejtim shkojmë në pjesën tjetër, pra ky është apartamenti i mëkëmësit, që nuk duhet rrinte në apartamentin e mbretit, edhe ky është shumë interesant në këtë pjesë, vijoj të hy në pjesën tjetër, që është kjo dhomë, këtu me banjën personale të Jakomonit, edhe këtu shifini dollapët janë shumë të bukur se kudo tjetër, me stemën mbretërore të Savojës, me një punim paka shumë rural, do më thënë i rrallë dhe ky, edhe pjesa tjetër, dhe ndërkohë po shkojmë në pjesën e banjës Jakomonit, edhe kjo ishte e para banjë me dush, me vask, me dush. Pallati i brigadave ishte i pari, pallati mbretëror, që u pajis me dush, me WC biden të vendosura në këto 2 drejtime të fshehura, me pjesën e lavamanit, dhe këtej hym në dhomën e gjumit të Jakomonit, që është edhe kjo spektakolare, me krevatin e madh. Kjo mobilje nuk është origjinale, është kineze, ose është marrë në familjet e pasura shqiptare dhe është vendosur pan. Komodinat e tit krevatit janë një kryevepër, po t'i shosh një punimi gjithi me dorë, dhe më pas është një vend i vogël qëndrimi dhe tavolina e punës e Jakomonit, e cila kishte akoma sot ka edhe pjesën po e quaj pjesës së serviris, e të punimit të bojës, këto, edhe këtë nuk e di çfarë është. Edhe kjo ishte për letrat, edhe kjo shumë e bukur. Ndërkohë që mëkëmësi i mbretit dhe shkojnë pjesën kryesore dhe njerë, mëkëmësi i mbretit duhet qëndronte në këtë pjesë të pallatit mbretëror, ku dhe dyshemeja është e gjitha origjinale. Shiheni, ky ishte apartamenti i mëkëmësit të mbretit dhe për mua apartamenti më i bukur i kësaj zone.